Edi Rama do të jetë në Washington për themelimin e bordit paqes, Fevzi. Tani që mendon ti për bordin e paqes dhe gatishmërinë shumë të madhe të Edi Ramës për të përqafuar këtë nismë të Trumpit, edhe pse Evropa është kundër bordit paqes. Pjesa kryesore. Kjo është një bord tani që ky po mbledh buri që kemi këtu, po mbledh dhe para. Por nuk besoj që Shqipëria do japi para. Unë nuk besoj që do jap, se pa para ky të përzemo. Po para s'kemin. Ai të del të jep fermanin Donald Trump i thotë Marrëveshje do japin para? po para po mund të gjenden në vend tjetër, gjenden diku dhe jepen në emër Shqipërisë si gjenden gjërat mo. Dhe duke të lë ky mo, nxirja mo mos e hiq. Ky të jep fermanin tjetër Fevzit të largon. Nuk e di. Të largon nga bordi. Apo ky ka vajtur se shikon në një punë. Ti e mban mend në vitin 2003 koalicionin e Vullnetit? Nuk arriti të merrte okej në OKB për çështjen e Irakut, u bë koalicioni Vullnetit që u bashkuan në ato kohë dhe nëse e kujton, kryeministri Nano bëri dhe një artikull në Boston Globe në atë kohë që quajti Europa e vjetër për Francën, Gjermaninë, edhe Europa e re ku fuste Poloninë, edhe Shqipërinë, edhe vende të tjera. Kështu që nuk është hera e parë që ne bëjmë zgjidhje të tilla me SBA-n, edhe duke mos pasur miratimin e Europës. Po ne do shkojmë në Evropë, Fevzi. Ky pse vete tani aty? Pse i duhet këti? Kupton gjeti tani? Si ç'kupton ti tani? Ai thoshte do drama jo Trumpit? Si thot do t'jo thoj. A ka Shqipëria Se tha njeri tani, erdi vajza këtu me të gjithë, i pari u ngri doktori me të vetët, mo që bërtisni në favor të dhenjes së tokave. Mos i Ramës tani thoshte jo për bordin e paqes. Edhe asnjë politikan në Shqipëri. Bile ku ta gjente këtë të bordit paqes? Po një mundësi për të takuar dhe Trumpin. Mundësi për të takuar Trumpin. Për një fotografi për të Jo bordin e paqes, po dhe bordin e luftës të Bile su mendoj që Rama është duke menduar. Edhe bordin e luftës të bejt. Rama është duke menduar. Po sa se shikoj unë. Rama është duke menduar batutën që do t'i thot Trumpit, ti je i sigurt. Tani thamë në Hagë, në gjykatën speciale, po mbyllet gjyqi ndaj shkrerëve të UÇK-s, 45 vjet burg për secilin prej tyre. Një koment për procesin dhe për këtë pretencë të prokurorisë. Si ju duhet tani? Absolutisht skandaloz, po ta ndaj me pak pika që ta kuptojnë gjithë. Gjykata u bë për trafikun e organeve, prokuroria nuk ka gjetur asgjë për trafikun e organeve dhe se ka pretendim. E dyta, gjykata u bë për krime individuale, asnjë nga këta të katër që ke vendosur mas shpinës time nuk ka asnjë akuzë personale, as për vrasje, as për inicim vrasje, as për frymëzim vrasje. Këta po dënohen sepse UÇK-s i është vërtetuar që ka pasur tortura, izolime, sepse vrasjet nuk janë vërtetuar të gjitha, dhe për këta katër, si drejtues të lartë të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, po dënohen me nga 45 vjet, po kërkohet 45 vjet burg për secilin. Komandantët e tjerë, zoti Rakipi, që kanë shkuar për raste konkrete në Hagë, dhe gjykata ndërkombëtare e Hagës i ka shpallur të pafajshëm, nuk vuajnë. Se njësoj duhet vuajnë ata se komandantë ishin në të njëjtat pozicione, po vuajnë vetëm këta të katërt. Është dalje nga ajo, unë jam shokuar me fjalën e prokurorit, i cili është komplet jashtë kontekstit, i cili deklaroi që Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë futur nga këto si raket hedhës, me të cilat janë goditur këto stacionet policore serbe. Po stacionet policore serbe, instalimet ushtarake serbe, janë goditur me raketet e NATO-s. Pse shkom ti tek raket hedhësi që ka futur Hashim Thaçi në kurriz nga kufiri Kosovës, kur gjithë bota ka goditur me raketa? Kjo është një çmenduri. E dyta, i kërkon llogaria Hashim Thaçit pse në vitin 1994 ka ndërmarrë akt kundër policisë serbe. Hashim Thaçi për atë është gjykuar Serbi, është dënuar me 10 vjet burg, nuk i ka bërë dhe ata kanë dalë në luftë me Serbinë. Wesley Clark tha diçka shumë interesante. Tha raporti midis legjitimes dhe jo legjitimes nganjëherë është një fije, sepse baballarët që themeluan Amerikën, po mos ishin ilegal, që dolën kundër Britanisë Madhe dhe për këtë quheshin terrorist, nuk do kishim sot Shtetet Bashkuara të Amerikës apo jo? Sepse aty ishte Britania, sundonte ligji britanik, ata u ngritën mbi Britaninë dhe për këtë, edhe ne, po mos ishin ngritur këta persona kundër ligjit të Serbisë, sot nuk do kishim Kosovën e pavarur. Dhe unë kam frikë që ata po tentojnë t'i dënojnë. Do dënojnë, thua? Unë kam frikë se po tentojnë t'i dënojnë. Po tentojnë dhe dënimi i tyre do jetë një njoll e zezë në historinë e UÇK-s dhe të Kosovës. Që tani nuk pyet më për njollat zeza. Po tani nuk pyetet, por ne flasim prapë për një raport. Tani harrova të thosha unë ty se kaluam te kjo këtu për aeroporti i Vlorës është paralizuar për shkak të konfliktit mes aksionerëve. E keni ndjekur ç'më ndonte? E kam ndjekur, ka pasur dhe intervista me dy. Aeroporti i Vlorës sot është data 16, mos gaboj? 16. 16. Po 16. Në datën 20, në bazë të koncesionit duhet t'i dorëzoj shtetit shqiptar. Dhe në datën 21 shkurt duhet dorëzoj shtetit shqiptar. Do duhet dorëzoj, në datën 21 shkurt duhet kishin filluar fluturimet.
Sot që po flasim bashk, unë nuk më rezulton që aeroporti të jetë funksional. Në bazë të kontratës ata dënohen me 10.000 euro çdo muaj që vënojnë deri në 3 muaj më mbrapa. Pas 3 muaj nuk e di çfarë parashikon kontrata. Tani unë nuk merrem me ortakët, sepse ortakët kanë një konflikt mes tyre, të cilët duhet ta zgjidhin në mënyrë juridike apo jo. I thua shteti? Po pa diskutim, shteti ka garanci kur jep një ndërtim të tillë të këtyre përmasave, sepse ti nuk e ke idenë sa biznes plane janë bërë në zonën e Vlorës e rreth e rrotull, duke marrë parasysh aeroportin që do vi aty. Në qoftë se aeroporti këtë vit nuk funksionon, u tha që do funksiononte që vjet, se ti e mban mend, në maj të 2025-s u inauguruan fillim fluturimi i parë. U tha që në qershor do fillonin charterat, nuk filluan. Tani, se ç'ndodh mes Pacollit dhe Ademit është një çështje e tyre që ta zgjidhin vetë ligjore. Shteti shqiptar si duhet reagojë? Shteti shqiptar herë tjetër duhet të jetë shumë i kujdesshëm me kontratat dhe me personave që ju jep ndërtimin e aeroportit. Tani, në fundit ti e qytetari shqiptar, ç'të duhet ty se çfarë sherri kanë dy investitorët me njëri tjetrin? Ti do aeroportin apo jo? Në sekondë se Fevzi vetëm, nëse mundeni, në çastin e fundit më pyes se harrova Fevziun për mëngjesin e lutjeve ikën shumë që nga Niko Peleshi e të gjithë edhe nga Partitë Demokratike Vraporin të gjithë qeshnin, buzëqeshin aty sikur dilnin fotografi. Bënin fotografi të shumta që na i sillnin prap këtu. Ka ardhur kohë të çmendur e fotografive. Po e keni atë foto që kur ta mbyllun pra fare pak minutash me Fevziun, ma nxirrni atë që themi në një batuta në një fjali. Tani ko Instagrami është. Ko Instagrami është. Ko Instagrami është gjithë, po nëse e gjeni të më afroni, më thoni që e gjetët. Edhe ta mbyllun me Fevziun. Tani drejtësia Fevzi, mua më duket sikur nuk ka lidhje me fare me drejtësinë. I spakun, për 20 veta është... Drejtësia... 0,7%. Më lërë ta them. Drejtësia është dështimi më i madh, reforma në drejtësi me përjashtim të spakut, i cili ka arritur rezultate konkrete, po që është 0,03% e drejtësisë shqiptare, pra 99% e drejtësisë shqiptare nuk përbëhet nga spaku, është katastrofë. Afatet e gjykimit çështjeve janë dyfishuar, njerëzit rrinë ratë të mërshme, gjyqtarët detyrohen të kenë nga 800 dosje për të gjykuar, që është jashtë logjikës, në qoftë se kjo ka qenë reforma në drejtësi, për të ndihmuar qytetarët nuk funksionon. Nëse kanë pasur parasysh në dëshkimin e zyrtarëve të lartë, kjo deri diku ka funksionuar, deri diku. Sepse edhe aty janë dënuar persona, por deri sot nuk është gjetur asnjë lek i vjedhur. Flitet për miliona, por nuk është rikuperuar akoma asnjë lek. Tani, nëse ma gjithë të fodën pas 1 minute, si të shkojnë udhëtimet Fevzi, se të pash i kështë hyrë në një tren shumë të tmerrshëm në Pakistan. Ishte vend shumë i rrezikshëm. Po mund të bjerë dhe mund të largqoftë Fevzi, se njerë ndodh ajo. Dhe ikën njerë, se ne kemi idenë që mund të vdesim disa herë. Ishte shumë e çuditshme, unë isha në xhamin më të madh. Sidomos politikanë shqiptar kanë idenë që do vdesin 10 herë, 15 herë. Këtu më pas në Lahore, po isha në... Kishin tren ylli. Ja ti ke hyrë këtu tani, çfarë ishte? Tren britanik. Lahore. Po. Po e kishin tren. Ky nuk punon, i është. Jo, punonte. Treni.